Anila Shuka. Ballkani Perëndimor është pjesë e familjes evropiane, tha këtë javë ministri i Gjermanik punëve të jashtme Johan David Vadeful. Vadeful e tha këtë në Belfast gjatë konferencës së ministrave të jashtëm të procesit të Berlinit, që këtë vit zhvillohet në kujdesin e qeverisë britanike. Vadeful tha se janë shanse të mira që deri në vitin 2029 të ketë sërish më shumë dinamik në procesin e antarësimit. Marrëveshja e armëpushimit mes Izraelit dhe Hamasit u mirëprit edhe nga Gjermania. Kancelari Friedrich Merz paraqiti në Berlin një plan me 7 pika për rolin e Gjermanisë në procesin e paqes dhe rindërtimit të Gazës. Sipas planit, Gjermania nuk do të dërgojë trupa ushtarake, por do të ndihmojë në krijimin e kuadrit ligjor ndërkombëtar për një mision stabilizimi përmes një rezolute të OKB-s. Berlini do të sigurojë 29 milion euro ndihmë humanitare dhe bashkë me Egjiptin do të organizojë një konferencë ndërkombëtare për rindërtimin e Gazës me fokus ujin, energjinë dhe shërbime mjekësore. Marrja e përshpejtuar e shtetësisë në Gjermani nuk do të jetë më e mundur. Këtë e vendosi këtë javë Bundestagu gjerman duke hequr rregullin që u lejon të huajve të integruar që të marrin shtetësinë gjermane pas 3 vjetësh qëndrimi. Tani përsëri kërkohet një minimum prej 5 vitesh qëndrimi të ligjshëm për marrjen e pasaportës gjermane. Rregulli i shtetësisë së dyfisht megjithatë mbetet. Në vitin 2024 në Gjermani u naturalizuan afro 300.000 persona, një rekord i ri kombëtar ky, por naturalizimi turbo është i përdorur shumë pak, vetëm në disa qindra raste. Javën e ardhshme fillon panairi i librit në Frankfurt dhe për shqiptarët ai fillon me një sensacion. Qysh të hënën do të shpallet fituesi i çmimit më prestigjioz gjerman, Der Deutsche Buchpreis, pra çmimi i librit gjerman. Për herë të parë është nominuar edhe një shkrimtare me prejardhje nga Kosova, Jehona Kicaj. Në romanin Kicaj i është kthyer luftës së Kosovës, por parë nga perspektiva e brezit të dytë të diasporës. Në një intervistë për Deutsche Welle, autorja tha se donte të plotësonte një boshllëk në punën kolektive të kujdesës në Gjermani, një boshllëk që me sa duket e ka ndier edhe shumë lexues, sepse në prezantimin e finalistëve në Berlin, radhat për të marrë autograf nga Jehona Kicaj ishin më të gjatat e mbrëmjes. Të shpresojmë pra se ajo do të ketë sukses.